Tur operatorët dhe administratorët e hoteleve në Vlorë kanë nisur tashmë të krijojnë një ide mbi sezonin e ardhshëm, duke projektuar në një farë mënyrë edhe fluksin e turistëve të huaj. Dhe kjo sipas kreut të operatorëve të Jugut Vasil Bedinaj, në bazë të prenotimeve që kanë mbritur në adresë të hoteleve përgjatë Bregdetit të Vlorës. Për kreun e operatorëve të Jugut Vasil Bedinaj, situata është pozitive. Situata është pozitive, vazhdoni një trend siç ka qenë 2-3 vitet e fundit. Presim një rritje të numrit të turistëve dhe këtë vit. Pra, ne parashikojmë, nuk se parashikojmë, po sistemet tona të rezervime në thonë që jemi diku të 15% më lartë të rezervuar tani. Pra, trendi do të jetë diku në këto shifra. Do të kemi munges të njësive akomoduese për qarkun e Vlorës, sepse me hapjen e aeroportit kemi parë një dyndje të operatorëve të huaj për të lidhur marrëveshje me strukturat akomoduese në qytetin e Vlorës. Kemi zgjedhur ata që kemi mundur, por pjesa tjetër kërkesat janë pending dhe kontratat nuk janë të tipit një sezon, por janë kontrata me agjensit më të mëdha të Europës, që janë minimumi 3 vjet. Pra në rast se ti zgjedh një agjensi si bashkëpunëtorin tënd, për shkak të promovimit të marketingut të shumë punëve që ata bëjnë, kanë minimumi 3 vjet. Pra hotelet e mia konkretisht për 3 vjetarin e ardhshëm në kapacitetet 60% janë zauruar me kontrata fikse. Pastaj vazhdojnë dhe rezervimet që bëjnë klientë të ndryshëm. Pra do të jemi mirë ajo që na takon ne të bëjmë për qytetin e Vlorës, të u japim dorën e fundit punëve që na kanë ngelur pa bërë. E dim shumë mirë të gjithë si qytetar, kemi dhënë atë durimin ton për punën e infrastrukturës rrugore, kemi pasur shumë punime si ujësjellës, kanalizime, kamionët e tonazhit të rëndin e i prishën dhe ato 2 rrugë që kishim sakta. Pra jemi në pritje që muaj 15 i parë i prillit të jetë një fushat intensive që të zbukurohet, sepse nuk është më sezoni i korikut dhe i gushtit, por sezoni fillon tani në prill dhe siç thash pak më lart, turistët e kulturor të muajit prill, maj dhe gjysmë e qershorit janë ata që ne mund t'i quajmë pionerët apo promovorët e një vendi të caktuar. Rivjit e tyre ose shkojnë pozitive, ose shkojnë negative, dhe përhapet shumë shpejt. Kështu sipas Bedinaj, Vlora duhet jetë gati dhe në infrastrukturë për t'u përgjigjur fluksit të pritshëm të turistëve, ndërsa pritshmëritë janë dhe sa i takon shtrirjes gjeografike botërore të turistëve. Ndërkohë përveç prenotimeve në hotele, një pjesë e konsiderueshme e rezervimeve nga turistët e huaj janë bërë dhe në platformat e apartamenteve me qira si Booking.